Miq Prizmus, sot kam gjetur 2 video, por njëra është e vjetër, është një dokumentar që tregon ushtrinë, fluturimet e avioneve, katërat cilurus, topa, dhe një diskurs propagandistik kohës Enver Hoxhës, kohës diktaturës, që tregon Karaburunin, Sazanin, Zvërnecin. Dhe unë sigurisht kam bërë një diskurs tillë. Kjo është koha që ne mbronim Sazanin, Zvërnecin dhe kishin ato pronar që sigurisht do ta mbronin edhe me ato armë, që do ta evidentonin si një mrekulli, por që sigurisht mbrohesh dhe të guxonin armikët ta sulmonin se çfarë do të ndodhte. Po në atë kohë, Enver Hoxha, partia e tij, ju kishin marrë atyre njerëzve atje, po të gjithëve në Shqipëri. Ju kishin marrë tokën, ju kishin marrë pronë, ju kishin marrë kullotat, ju kishin marrë vijat e ujit, ju kishin marrë ligatina, livadhe, pyjet, kriporen, ju kishin marrë rrëpira, ju kishin marrë majet e maleve, ju kishin marrë dhe ultësirat më të mëdhaja, ju kishin marrë dhe jetën. Dhe sigurisht ai thoshte unë e mbroj me këto armë, dhe sigurisht që ai e mbronte. Dhe tregonte edhe histori për këtë punë. Të vish në kohën e sotme në 2026 dhe të imitosh Xhaxhi Enver, se sigurisht mas ti, megjithse i mori tokat, ja mori të gjitha, dhe kush mund të thoshte, të mendonte, jo vetëm që themja e ropte motrat, por e çonte edhe të nxirrte krom, bile dhe e pushkatonte fare. Po i la dokumentet aty. Mi po ai iku dhe vdiqe dhe mbetën të gjitha BQ-t e tij. Të gjithë maskaret që dolën nga ai dhe që sigurisht filluan të bëhen dhe si antikomunist edhe si trima. Se në kohën e tij sigurisht që ata i kanë lëpirë bythën në Enver Hoxhës, partisë tij dhe njëkohësisht edhe formës regjimit. Por pikërisht kur iku, ra, ose vetërzua ai regjim, këta morën ato dokumenta dhe bën çfarë duan. Dhe tash janë disa në rrugë, disa që protestojnë që duan t'i mbrojnë. Tash i klonë dhe imitues të Enver Hoxhës, këta nuk duhet na tregojnë sepse jo vetëm ta shpifin, po janë kaq të qelbur, kaq maskare dhe kaq të shkërdhyer në të gjitha drejtimet, sa sigurisht pastaj të shtojnë edhe urrëtin që ke për atë regjim që kaloi dhe jetën që na mori, bashkë me këtë marrëzit kësaj kohe të këtyre ultramajtistëve qelbanikëve, të cilët bëjnë sikur mbrojnë dhe sikur duan të imitojnë Xhaxhin Enver. Këta legendë sigurisht, jo shumica, po sigurisht ata që janë përgatitur ta bëjnë këtë punë dhe që normalisht pastaj mbështeten edhe nga një falangë jashtëzakonshme dhe atyre që janë jashtë shtetit. Imagjino tash këta duhet të marrin ndihmë nga fatet edhe nga dëshirat që kanë edhe testatat huaja, se çfarë duhet bëjmë ne me tokën tonë, si duhet ta mbrojmë ne, kur shembullin e kemi pasur. Këtë do ta bëjë Reuters, për shembull, ose Financial Times, ose The Economist, New York Times. Këtë do ta bëjnë Washington Posti dhe këtë do ta bëjnë edhe nuk e di, qindra portale dhe gazeta të ndryshme. Këtë do ta bëjë, nuk e di, gjithfar testatas ultramajtiste nëpër Evropë, të cilët marrin përsipër për të mbrojtur. Këta ta mbrojnë më mirë se sa e ka mbrojtur
Enver Hoxha. Këta maskare, këta qelpsina, paradash, gesh, do të mbrojnë më tepër se sa e ka mbrojtur jo vetëm Enver Hoxha, po dhe një periudhë kohë gjatë, këta duan të imitojnë elemente të tilla dhe gjëra të tilla. Këta janë shpifarak. Dhe veglat e tyre sigurisht, ata që marrin përsipër që të bëjnë revolucionin e flamingove këtu ke ne, nuk bëjnë asgjë tjetër vetë se ta shpifin akoma më tepër edhe në mënyrë tragjike të çojnë deri në atë lloj konkluzioni gati grotesk, gati të shëmtuar, edhe po ta mendosh që këta sigurisht janë për në kazan të plerave, edhe normalisht ky është edhe fati i tyre, kazani i plerave. Dhe çdo lloj qeverie e korruptuar, jo vetëm kjo që është, mbijeton sajt këtyre legendëve, këtyre plehanovëve, qelpsinave të cilët sigurisht e kanë merituar të jenë edhe në... Këta nuk e kuptojnë atë fjalë që thashëm. Duhet lexojnë historinë e Rusisë sovjetike që të kuptojnë se kush ishte. Prandaj mas e kanë kuptuar që është fjala ple, duke e lidhur me emrin e atij të famshmit filozof, politikan sigurisht. Kështu por miqtë e mi, kjo është video e parë. Video e dytë është video e Sali Berishës, e cila do të tregoj këtë. Dëgjojeni. Ftesa ime për çdo qytetar të bëjmë gjithçka për të shtruar këtë verë në verën e përmbysjes së diktaturës më të keqe që ka Europa sot, në verën e përmbysjes së narkoshtetit, krijimit të një qeverie kujdestare për të përgatitur zgjedhjet e lira, por kjo kërkon nga çdo qytetar të kontribuojë me të gjitha mundësitë e tij për suksesin e protestës rinore qytetare të pashembullt në 35 vite të historisë së këtij vendi, e cila po përballet me diktaturën më të keqe, diktaturën e bandës dhe drogës, dhe që do fitojë. E dëgjuat Berishën që thot? Këtë verë shfrytëzoheni për këtë punë, bashkoheni protestës së rinisë më madhështores, të heqim regjimin narkoshtetin. Në cilën verë prej 35 verave që ka ky e thaft vera, nuk ka thënë po të njëjtën gjë. Përveç atyre verave që ka qenë kryeministër ky, cilën verë ka thënë ky, që duam, që nuk e ka përmendur fjalën duam një qeveri kujdestare ose teknike ose një qeveri të përbashkët për të bërë zgjedhje të lira, në cilën prej tyre. Ky renegat edhe mashtrues, kriminali i popullit të tij, por që ka edhe një pjesë të madhe të popullit si veten. Jo, nuk e kam fjalën për ignorantët dhe delirantët, të poshtër si puna e këtij. Sigurisht që ka. Ky gjatë gjithë jetës vet ka punuar jo kundra atyre që kanë qenë pushtet, por kundra Shqipërisë. Ky urren Shqipërinë, urren Tiranën, urren zhvillimin. Ky nuk është se e ka me Edi Ramën dhe me maxhorancën. Ky e ka me Shqipërinë. Ky e ka me shqiptarët, ky nuk do që shqiptarët bëjnë pushime. Ky nuk do që të kalojnë një verë siç është për të kaluar, jo, ky i do që të dalin protestë. Mundësisht prishin vendin dhe ky të jetojë. Se ky nuk jeton do të ndryshe. Ky është ai qelpsira, maskaraj, antikomunisti që pasoi Enver Hoxhën me ato pamjet për Zvërnecin dhe për Sazanin dhe për Karbonrin që u nxora pak më përpara. Dhe këto punë janë të lidhura, kështu janë. Ky lloj produktit është. Kështu kanë qenë gjithmonë. Shqipëria kështu ka ekzistuar gjithmonë. Me njerëz të fliqur, qelpsina anti-shqiptar, edhe me shqiptarët brenda. Dakord miqtë e mi?